kjo qeveri dhe ky sistem politik kanë degeneruar tërësisht. E mbani mend që para 13 vjetësh, një nga ushtarët e Edi Ramës, i sapo zgjedhur pushtet, tha që ne do vjedhim, por nuk do vjedhim kaq keq sa para ardhësit tanë. Mi po erdhi dita, pas 13 vjetësh, që ata jo vetëm vjedhin më shumë, jo vetëm vjedhin mëngjes, drek, dark, mesnat, pa kurfar, kufiri kohor, por kanë arritur, si që keni parë ditë e fundit në skandalje tendrave takshit, edhe të rëmbejnë persona për të vjedhur më rehat. Edi Rama dhe Mon Kukaleshja e saj, Belinda Balluku kanë krijuar një sistem korruptiv, ku çdo drejtues institucioni, çdo drejtues të paktën e institucioneve ekzekutive është funde krye i korruptuar. Dhe poshtë tyre janë në punës shtetit të kërcënuar dhe të poshtëruar që duhet që për një rrogë t'u binden maskareve e t'u binden patronazhistëve. Në 13 vite, Edi Rama dhe hajdutët që e rrethojnë kanë bërë gjithçka. Kanë vjedhur naftën dhe shkatruar rafinerinë e Ballshit. Kanë shpërdoruar burimet minerare dhe kanë shkaktuar vdekjen e 10 minatorëve. Kanë shkatruar nga ana tjetër çdo organizim punëtor, kanë vjedhur fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë dhe kanë shkretuar fshatrat. Kanë përzën nga vendi ynë në 13 vite, po bëja llogari, të paktën 700.000 shqiptar, shumica prej tyre njerëz të ri në lulen e moshës, në kulmin e kapaciteteve tyre fizike, intelektuale dhe të krijimtarisë tyre. Edi Rama dhe hajdutët që e rrethojnë kanë bërë të kridhet ndër presion një rini e tërë, një rini ku sot 1 në 4 prej tyre është pa punë dhe pa shkollë, ku shumica e tyre punon 3 muaj nga 16 orë në ditë në turizëm dhe 9 muaj e tjerë të vitit rrie pa punë dhe në pragun e dëshpërimit. Edi Rama ka poshtruar pensionistët. Në 13 vite ka tentuar t'i gënjej me çikërima, duke quajtur njëri indeksim, njërë bonus e njërë rritje pensioni, po sot që flasin pavarësisht këtyre çikërimave, pensionistët shqiptar mbeten më të varfrit në Evropë. Edi Rama dhe hajdutët që e rrethojnë kanë sjellë një risi në historinë e njerëzimit, duke e kthyer vendin e tyre edhe vend emigrantësh, pra vend nga emigrojnë 10 mijëra njerëz çdo vit, edhe kamp refugjatësh për mira e mira qyqare mjerant kësaj bote që një lloj si ne kanë ëndër